Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur demër në Letrat Rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e javës për ju. Të dashur, para se të filloj, dua të jap një përshkrim. Java nis me vrull, pak nerv, por mbyllet shumë më mirë se sa fillon. 2 letrat e para, kalorësin e shpatës dhe 5 të shpatës, tregojnë një situatë ku dikush nxiton, flet fort, kundërshton, ta them, ose kërkon ta fitoj debatin me çdo kusht, por pastaj leximi ndryshon komplet. Është faqe e kupës, forca, tre të monedhës dhe mbretëresha e monedhës. Pra në punë dhe ekonomi mund të ketë një përplasje, vendim të shpejt ose komunikim që ju atëron, por më pas vjen bashkëpunim, stabilitet financiar. Në dashuri shoh fillimisht tension ose fjalë të thëna keq, por pastaj kemi kontakt, afrim dhe mundësi për ta ndërtuar situatën shumë më seriozisht. Këto gjërat lëvizin shpejt. Shikoj me atë shpatë aty dhe ai kali në këmbë, duke vrapuar, ikur. Mund të vijë një telefonat, mesazh, përgjigje, takim ose lajm që kërkon reagim të shpejt, të dashur demi. Në punë mund t'ju kërkohet diçka e papritur. Një afat mund të afrohet, një person mund të kontaktoj drejt për drejt, mund të linë një diskutim me shefin, kolegun ose klientin ku secili ka argumentet e veta. Për dikët që kërkon punë mund të vijë një përgjigje ose ftesë për intervistë shumë më shpejt nga se e prisnit. Nëse marrim për ekonomi këtë letër, kujdes me vendimet impulsive. Nëse vjen një ofertë që kërkon duhet të vendosësh sot, mos u emociononi nga urgjenca e tjetrit, demi. Lexoni çfarë po pranoni. Sepse letra tjetër është 5 të shpatës dhe më thotë se jo çdo palë në këtë situatë ka domosdoshmërisht të njëjtë interes si ju. Nëse marrim këtë letër për dashuri, kalorësi i shpatës mund të jetë dikush që vjen papritur me komunikim, mesazh, telefonat, sqarim, madje edhe dikush që ka heshtur dhe papritur vendos të flasë. Nëse ke pasur diçka të pambyllur, mund të dalë në tavolinë shumë drejt për drejt ky muhabet. Dhe pastaj kemi 5 të shpatës. 5 të shpatës, të dashur, këtu kemi një problem të thjeshtë. Dikush do të ketë të drejtë me çdo kusht. Patjetër, kështu është dhe s'bën ndryshe. Mund të jetë kolegu nëse ka të bëjë me punë që mundohet t'ju hedh përgjegjësinë, dikush që merr kërkoj ndjes, dikush që merr meritën, dikush që ndryshon verzionin kur gjërat nuk shkojnë mirë, ose thjesht një ambient ku ka shumë ego dhe pak bashkëpunim. Por unë nuk do ta dramatizoj këtë, sepse më vonë kemi 3 të monedhës, e kemi apo poshtë të saj, që është pikërisht e kundërta, njerëzit arrin të punojnë bashkë absolutisht. Pra, një konflikt mund të ndodhë, por nuk duket se prish gjithë situatën. Vetëm sa të ratoj, më fani, karrigën time unë këtu, se kam probleme me shpinën dhe që të rri më ashtu e mbështetur, ashtu. Pra, në dashuri nëse marrim këtë letër, kjo mund të jetë një debat ku pas 5 minutas askush nuk mban mend pse filloi. Por të dy e mbajnë mend kush e tha fjalën e fundit. Mund të ketë kokëfortësi, mund të ketë xhelozi, mund të rikthehet një debat i vjetër, të dashur demi. Ose njëri mund të thotë diçka vetëm për ta goditur tjetrin, pa e menduar. Dhe këtu do t'ju thosha një gjë shumë praktike. Nëse problemi mund të zgjidheni. Nëse vetëm po numroni kush fitoi debatin, nuk po zgjidhni asgjë. Sepse letra tjetër tregon se pas kësaj mund të vi pikërisht afrimi dhe ajo kërkohet. Faqe e kupës. Faqe e kupës, këtu ndryshon atmosfera. Me ta baka një ofertë, pas gjithë asaj energjie të mbret të 2 letrave të para, faqe e kupës, tregon, apo 2 letrave të para që ishte kalorësi i shpatës dhe 5 të shpatës, faqe e kupës sjell një komunikim shumë të butë. Në punë, nëse ka të bëjë për punë, të them, sjell një propozim të vogël, por interesant.
Një ide, një mundësi e re. Dikush mund të kontaktoj për një bashkëpunim. Mund të merrni një përgjigje që ju kënaq, edhe nëse ende nuk është rezultati përfundimtar. Për dikë që dëshiron të ndryshojë drejtim profesional, mund të lindë një ide që në fillim duket e vogël, po ja vlen të shqyrtohet, të dashur Demi. Nëse shikojmë këtë letër në dashuri, kjo është shumë më konkrete. Faqe e kupës është mesazh, flirt, ftesë, kërkim falje, nëse keni dikë që duhet ta bëj këtë gjë, një person që hapet emocionalisht. Pas 5 të shpatës, mund të jetë dikush që pas debatit vjen me një ton krejt tjetër. Jo më unë kam të drejt, por mirë, hajde të flasim. Për beqarët, nëse shikojmë këtë letër, mund të ketë një njohje se dikush që fillon të tregoj interes. Dhe mund të jetë person që në fillim nuk e merrni shumë seriozisht, por mos e vendosni me një herë në dosjen nuk është për mua, sepse më poshtë kemi 3 të monedhës. Dhe tregon që vërtet dhe mbretëreshën e monedhës. Pra, diçka që fillon lehtë mund të bëhet shumë konkrete. Strength, forca. Këtu kemi kontrollin e situatës. Demi, jo kontroll mbi njerëzit, kontroll mbi reagimin tuaj. Nëse marrim këtë letër për punë, kjo letër ju favorizon, sidomos nëse 2 letrat e para sjellin konflikt dhe triumf mbi këtë situatë, pra. Po i bie që do ketë triumf. Nëse fitoni duke bërtitur, nuk fitoni duke bërtitur më fort. Fitoni duke qenë personit që nuk humbet toruan. Nëse dikush provokon, mos ja bëni nderin të jepni pikërisht reagimin që pret. Absolutisht. Nëse keni takim, intervist, negociat ose diskutim për para, kjo letër ju jep pozicionin më të mirë për të mbrojtur interesat tuaja pa krijuar luftë. Nëse shikojmë në ekonomi mund të duket pak disiplinë, sidomos nëse keni disa shpenzime që po ju tërheqin. Dhe mbretëresha e monedhës në fund tregon se qëllimi është shumë i qartë, më shumë siguri financiare, jo të dukeni sikur çdo gjë është në rregull, ndërkohë që letra bankare po qanë në heshtje, ta them kështu. Nëse shikojmë këtë letër në dashuri, strength është tërheqje fort, por edhe vetë kontroll. Mund të ketë shumë kimi me dikë, mund të ketë një person që u tërheq jashtë mase, por kjo letër thotë që marrëdhënia nuk duhet drejtuar vetëm nga emocioni i momentit. Nëse ke pasur konflikt, siç ishte me 5 të shpatës, këtu njëri për jush mund të vendos të ulë tonin. Dhe kjo hap rrugë për 3 të monedhës, që është një super bashkëpunim. Do thotë pas ca gjërave këtu, po ulen tonet. Kjo është një nga letrat më të mira për punën konkrete. Në punë ose në ekonomi, nëse marrim këtë letër, shoh bashkëpunim, mund të hyni në një projekt me njerëz të tjerë, mund të merrni ndihmë profesionale, mund të vlerësohet puna juaj, mund të keni takim ku diskutohet si do të vazhdohet më tej. Për dikë që kërkon punë, kjo mund të jetë investim ose proces ku aftësitë tuaja po vlerësohen. Për biznes mund të jetë klient, bashkëpunëtor ose marrëveshje. Dhe këtu dua të kthejmë te 5 të shpatës se kemi lart letrës. Në fillim mund të ketë person me të cilin nuk merreni vesh. Por 3 të monedhës thotë se rezultati kërkon bashkëpunim, jo ego. Dhe do mund të bashkëpunoni, absolutisht. Nëse shikojmë këtë dashuri, kjo letër është shumë interesante sepse vjen pas faqe të kupës dhe forcës, apo strength. Kjo nuk është më vetëm fjala më pëlqen, është a mund të ndërtojmë së bashku. Për çiftet mund të ketë bisedë për përgjegjësitë, shtëpitë, paratë, fëmijët ose organizimin e jetës së përbashkët. Për një njohje të re mund të fillojë të ketë më shumë vazhdimsi, interes më shumë. Jo vetëm mesazhe kur dikujt i teket, fillon të ketë përpjekje nga të dy. Kjo është letra e bashkëpunimit, pra që nga dyja anët. Dhe pastaj, të dashur, vjen mbretëresha e monedhës. Të dashur Demër,
Dhe kjo është arsyeja pse fundin e javës e shoh shumë më të mirë se fillimin. Mbretëresha e monedhës është stabilitet, praktik, para, shtëpi dhe siguri. Nëse shkojmë në punë, mund të arrini në një pozicion shumë të qartë, mund të merrni rezultate nga puna që keni bërë, mund të stabilizohet në çështje financiare. Për disa mund të ketë edhe një grua që luan rol të rëndësishëm, shefe, kolege, kliente ose person që ju ndihmon praktikisht. Nëse jeni duke menduar për një vendim financiar, kjo letër favorizon atë që është e qëndrueshme, jo atë që premton fitim të shpejtë. Dhe shikoni si ndryshon leximi. Pra, filluam me kalorësin e shpatës, nxitim, mbaruam me mbretëreshën e monedhës, që është stabiliteti. Pra mos lejoni që një situatë e shpejtë, që në fillim të javës, t'ju shtyjë në një vendim që nuk ju levërdis. Dhe nuk mund të arrini këtu, pra në këtë fund. Jo fjalë të bukura për 3 ditë, jo më mungon në orën 2 të natës dhe pastaj zhdukjet deri të ejten. Këtu kërkohet prani, vazhdimsi, sjellje që përputhen me fjalët. Për çifte, kjo është letër shumë e bukur për stabilizim dhe plane praktike. Për beqarët, personi që vjen mund të filloj me faqe të kupës, më lehtë, më flirtueshëm, por ajo që do të tregoj nëse ka të ardhme është sa i qëndrueshëm bëhet më pas. Dhe kjo letër atë e tregon, stabilitet dhe siguri. Të dashur Demi, nëse i lidhim gjithë letrat për punë dhe ekonomi, java mund të filloj me ritëm të shpejt, mund të vinë lajme, kërkesë, përgjegjësi ose diskutim që ju fut me njëherë në veprim. Kalorësi i shpatës, që ishte kjo, 5 të shpatës, paralajmëron të mos merrni vendime nga nervozizmi dhe të mos futeni në një konflikt ku qëllimi është vetëm të tregoj kush fitoi. Sepse ajo që vjen më pas është shumë e dobishme. Faqe e kupës sjell propozim, komunikim të ri. Forca ju jep kontroll mbi situatën, 3 të monedhës ju sjell bashkëpunim dhe rezultate konkrete dhe mbretëresha e monedhës e mbyll me shumë stabilitet ekonomik. Pra nëse fillimi i javës duket rëmuj, mos mendoni menjëherë se gjithë java do të jetë ashtu. Letrat ndryshojnë dukshëm për më mirë nga mesi e tutje. Nëse shikojmë për dashuri, kemi pothuajse të një histori të plotë. Fillon me dikë që vjen fort ose një bisedë që shpërthen papritur, pastaj sjell konfliktin, keqkuptim ose krenarin, pastaj sjell mesazhin, afrimin dhe kërkim valjen të dashur Demi. Forca tregon se tërheqja është aty, por duhet menaxhuar më mirë mënyrën si komunikoni. 3 të monedhës pyet nëse të dy jeni të gatshëm të kontriboni. Dhe mbretëresha e monedhës kërkon që marrëdhënia të ketë stabilitet real, sepse ka potencial. Për beqarat mund të ketë njohje ose komunikim të ri, fillimisht duket i lehtë, por ka mundësi të zhvillohet. Mos shikoni vetëm sa bukur flet personi, shikoni çfarë bën pas një jave, pas 2 javësh, kur nuk është më faza e impresionimit. Për çiftet, një debat mund të nxjerrë një problem që duhet rregulluar, por këtu nuk shoh 6 letrat çojnë drejt ndarjes. Përkundrazi, pjesa e dytë e leximit tregon përpjekje për ta bërë marrëdhënien më funksionale dhe më të qëndrueshme të dashur Demi. Pra java e Demit mund të ketë një fillim pak më të mbret, për përfundimi shumë toksor dhe shumë më i mirë. Dhe më pak fjalë, më shumë rezultate, më pak dramë, më shumë siguri të dashur Demi.